Shtjellat e tymit që mbuluan të shtunën zonën e Fush Milotit në Kurbin, përfshirë edhe një pjesë të superstradës Lezhë-Laç, nuk janë një rast i izoluar. Pamjet tregojnë se brigjet e Lumit Mat janë kthyer në vend depozitim mbetjesh të ndryshme, nga pjesë automjetësh deri te materiale të ndryshme shtëpiake. Pasi hidhen në brigjet e Lumit, mbetjeve u vjet flaka, duke krijuar ndotje të madhe të ajrit në një perimetër të gjerë në kufirin mes bashkisë Lezhë dhe Kurbinit. Kjo është një situatë e vazhdueshme që vijon prej vitesh, ndërsa specialistët fajsojnë institucionet mjedisore për mosveprim. Meteoritat bllokojnë turbina, meteoritat bllokojnë lënë ndotja mjedisit sa të pyet kush për mjedis to. Problemi është mos marri ujë njerëzit, se ju shkon dëm fyt. Unë nuk e di se pse janë institucione mjedisore përdesa nuk merren me meteorinat dhe me këta. Për çfarë merren? Në lidhje me djegjen e gomave dhe pjesëve të tjera të automjeteve poshtë urës mbi Lumin Mat, policia njoftoi se ka nisur hetimet për identifikimin e autorëve të zjarrvënies, nga e cila u mbuluan nga tymi e gjithë zona, duke sjellë ndotje të madhe të ajrit.